Cila skuadër do të arrijë që të kalojë në gjysmët finale të play-offit apo në Final Four, ku do të përballet me Bashkimin. Do ta kuptojmë sonte në ndeshjen e tretë në këtë seri të play-offit në mes të Golden Eagle Yllit dhe skuadrës së KBP-s. Në mbrëma dhe përshëndetje të nderuar shikues, ju që jeni pranë ekraneve të juaja televizive. Unë jam Angor Radoniqi dhe bashkë me ekipin transmetues jemi në palestrën 13 qershorin në Seranta Pusuarek për ta përcjellur edhe takimin e tretë dhe të fundit në këtë fazë të play-offit. Dy skuadra këto që barazuan pra, por interesant se cila morën fitore në ultim e pikërisht për shkak të asaj fitore të bejanëve këtu dhe ajo që ndodhi më pas. Për fat të keq që palestra është e zbrasët për fjala tek tifozët që normalisht prania e tyre do ta marrë parasysh se është ndeshja vendimtare kjo, do ta bënte edhe më të bukur të përballje, por ja që edhe më tutje po na ndodhin këto gjëra. Po e shihni ekipet në të dy skuadrave, fillimisht të Yllit, pastaj do të shihni grafikisht edhe atë të skuadrës së pesë, ndërsa sa i përket peshqeve startuese, trajneri Pipan këtë takim tek vendasit e nisme Jan Palokaj në listë, shoshin ish basketbollistin e PES, Derek Wilson, Jalen Nesbitt dhe Arjan Qallaku. Në anën tjetër, Sebastian Krasovec takimin e nisme Arti Ajdarin, që është kapiteni i skuadrës, Marquis Towns, Daryl Morsell, Ronukaj dhe Benas Grisiunas. Të janë peshqet startuese. Treshja e gjyqtarëve sonte me Kadmim Shabanin, Artan Gashin dhe Eldin Uglari. Ja dhe trajneri ekipit të Golden Eagle Yllit do të shohim a do të arrijë ta shfrytëzojë kësaj radhe skuadra e Yllit përparsinë e terrenit të vendas që marr fitore dhe eventualisht ta sigurojë kalimin tutje në të njëjtën ditë, pra sot në kryeqytet, apo në fakt dje në sa i përket Sigalit dhe vllaznimin dje ishte një ndeshje tetë interesante që në fund u mbyll me fitoren në rezultat të ngushtë të Sigalit. Siro që tjetë e presim për të përcaktuar edhe fituesi i radhës apo skuadra e radhës që do të plotësoj fazën e Final Fourit. Dy ekipet e para, Bashkimi dhe Trepqa, që si ekipi parë, dy ekipet e para pra kaluan direkt në gjysmë finale apo Final Four dhe presin fituesit e këtyre ndeshjeve. Gjithçka gati pra për të filluar ndeshja në mes të skuadrës së Yllit dhe KBP-s. Të çojmë pritet pritshmërit janë që të kemi një ndeshje tetë interesante. Të shohim a do të rezulton ashtu edhe në parket. Ja dhe trajneri i ekipit Yllit e pastaj edhe ai i PES.
kur skuadra PS arritën që ta fitonën në atë ndeshjen e parë këtu në Serond, u mendua që do të mbyllej kjo seri brenda 2 ndeshjeve, pasi pejanët ishin të motivuar dhe në Karagaq shpresonin që përfundonin punë. Megjithatë, Ylli shkuar me plane tjera, duke dërguar serin deri në ndeshjen e tretë dhe finalin në këtë fazë, pasi në faza tjetër pasaj numri i ndeshjeve apo i fitoreve që nevojitën për kaluar tutje shtohet. Shojmë Shoshi aty me tentimin e parë, ka arritur ta rekuperoj topin me një kërcim në sulm dhe një follow-up me tentimin e radhës arrin çnon për ta barazuar rezultatin pas aksionit të parë të suksesshëm nga skuadra e PS. Pejanët që përndryshe luajnë me fanelat e zeza, pasi ngjyra e verdhë karakterizon këto të dy ekipet, ndërsa si vendas me fanelat e verdha janë Golden Eagle Ylli. Një tentemat nga Gjysmë, stanca pikën, Arjan Çallakut. Edhe njerë kemi barazim të rezultatit. Qëmë aksion e radhës të PS Gaciunas, shkënter në fund është fauluar. Qëmë në bine gjuajtjeve të lira. Luksionas nga 2 tentimet. Grisionas dalje me shpejtësi në anën tjetër. Përmes Çallakut, por tentimi për 3 i pa suksesshëm. Megjithatë në anën tjetër është Ati Hajdari që kundër përgjigjet me këtë treshe për epërsim prej 3 pikëve. Të musafirve, po jemi vetëm në fillim të takimit. Ka këtu shumë lojë deri në fund dhe kemi me njerë kundër përgjigjen jashtë perimetrit. Çdo në tjetër, rezultati barabartë në këtë start. Në tjetër tentim për 3, kësaj radhe ishte i pa suksesshëm nga Ukaj. Palokaj Shoshi Palokaj për 3, shkëputja ti, nuk ka shënim. Rebound në mbrojtje ishte aty nga pejanët. Kapim në hapa. Bounce. Shojmë njerë. Topi humbur nga skuadra e PS. Vazhdon rezultati barabartë 7-7 në këto 2 minuta gjysmë nga fillimi i ndeshjes. Në çerekun e parë, palestën 13 qershori në Serond. Shkëputja aty, pa pikë për Yllin Towns tani. Lardon topin për pak qaste. Neko qerve, tani Grisionas që përmirëson aty. Ftojmë herën e kaluar nga via gjuajtjeve të lira ishte 0-2. Luksionon të end one. 0-3 nga e opozit.
Dalje shpejt e Yllit këtu, Shoshi. Futur për të rikuperuar topin Nesbit. Janë shënimi. Iqet në baseline aty dhe ishte të reshe për skuadrën e Yllit. Shorterë në fund atë, pranë jetë Shoshi dhe futet me shpejtësi në anën tjetër, derisa festonte Towns dalin shpejt Ylli, megjithatë humbet topi. Në mënyrë të duhet Arjan Çallakut me Morsell. Timi për 3, nuk ka pik, Çallaku. Lokaj nuk ngutet. Nesbit. Dore pranë ti, kemi faulin. Jo, personalja e parë e Hajdarit dhe fauli i parë për skuadrën e PES. Imbaun 14 sekund për Yllin. Bukur aty në postën e vëllët Nesbit. The fade away pranë arti Hajdarit, vijnë pikët. Kemi tani realizatori më i mirë tek vendasit. Towns, Krisionas, të duel aty me Shoshin. Nuk është i suksesshëm Nesbit. Sa bukur aty Nesbit e shë gjithë Shoshin në koshin e PES. Qenë fenomenal i vendasve. Plus 3 tani Ylli. Hajtari. Premi mirë aty. Nuk ka pik me gjithatë dhe në fund marrje topi do tjetë për Yllin. I nervozuar tani me këto veprimet e fundit të lojtarëve të tij, trajneri e ekipit Pejan. Ishte Bilsionas me personalin e parë. Nesbit. Çallaku, ishte ndalë loja paraprakisht. Personalin e parë të Ronukaj. Çallaku. Nesbit për Shoshin, edhe një herë. Bashkë veprimi këtyre dy lojtarëve në dy akcione. Komunikojnë përmes pasimeve dhe hapësirave. Aty tani topi vjedhur. Dalje shpejt dhe në lay-up. Shënon madje me faul. Wilson. Një momentum pozitiv ky për Yllin. Normalisht kemi time-out para se tentohet të gjuajtja e lirë. 7 pike përsi për Yllin. Është kjo përsia më e lartë deri në këtë moment.
Ishte një propozim nga banka e PES, jo challenge, por që gjyqtarët eventualisht ta shikonin atë tentimin më herët, a ishte 2 pikë apo 3 disa minuta më herët, por gjyqtari gashi shprej sigurinë e tij, i ke bërë me dije se e kishte shikimin e qartë dhe ishte treshe pa më dyshje. Shohim tani Wilson që realizon në gjuajtjen e lirë plus 8 e përsia e skuadrës së Yllit. Towns, fatë e përtimi ti, por ndalët nga Shallaku. Do t'jetë topi për Pejen, 7 sekonda deri në fund të këtij aksioni. Është futur Ramberisha në parket, Gresi Jonas nuk ka pik aty, Nesbit me rebound. I treti i ti, ndrej 8 pikë që ka deri më tani, realizatori më i mirë tek skuadra e Yllit. Nesbit, përsëri këto bashkëveprimet e kësaj dysheje. Duket kjo një skeme qartë që aplikojnë tash e 3 aksione të gjitha të suksesshme, madje ky i fundit duke nxjerrë edhe faulin Nesbit dhe Shoshi. 10 pikë e përsi tani për Yllin, është herë të parë kemi e përsi 2 shifrore, e cila me shënimin e Elisit shkon në 11, 22 me 11, 3-25 deri në fund të çerrekut të parë. Quajtja për 3, sapo inkuadruari Amin Hot, futur pak më parë me Dardan Berishën, tentimin e tij të parë nga loja është sakt jashtë perimetrit, duke bërë gati edhe ndrimi tek Ylli. Por fillimisht e përcjellim këtë aksion. Nesbit me kthim aty, nuk ka shënim. Hot merr topin. Dali shpejt Towns në tranzicion dhe Shoshi me një faul themi taktik e ndal atë tranzicion të skuadrës së PES dhe vjen edhe ndrimi paralajmëruar pikërisht Lis Shoshit që pushohet 9 pikë, duke qenë dhe realizatori më i mirë me një më shumë se Nesbit. Shohim këtë temi Towns tani back to back treshet e PES. Pas asaj nga Amin Hot tani edhe Towns e ngushtojnë në 5 disavantazhin pejanët. Në anën tjetër insistimi aty deri në fund. Kemi faulin e Towns. Përndryshe në vend të Lisit patëm inkuadrimin e Imran Polutak. Wilson shënon të 2 gjuajtje të lira. 5 pikë për Wilson, 3 për 3 nga vija gjuajtjeve të lira, me herët pati një and one. Kjo dalje tani e pejanve nuk ka pik nga përsia pas atyre 2 tresheve.
Tullio da Silva nuk shënon në anën tjetër, e mbajnë disi topin aty përmes Arjan Çallaku Tylli. Nesbit nga gjysma distanca. Nuk ka pik. Por topi përsëri do tjetë për Niko Qerët pasi patëm faul. Largohet Towns tek skuadra 5. Ikpe në vend të tij për herë të parë sonte. Shënon njërë nga timit Polutak. Berisha për 3. Nuk ka shënim. Çallaku mundohet ta rikuperon, megjithatë futet aty dhe përvillet, por Da Silva me Morsell nuk arrin shënon. Palokaj. Ishte nevojshme të pastroj parketi edhe 6 sekonda. Çallaku shkon deri në fund. Nuk ka pik. Marin Peja topin. Insiston me këtë coast to coast, por nuk shënon Morsell, edhe pse kemi faulin në të. Paktën do t'jetë në vinet gjuajtjeve të lira, shohim edhe njerë. Dueliti me Wilson. Personalja e parë. Sakt. Në tentimin e parë Morsell. Janë pikët e tij të para, ishte i vetmi nga 5 që startuese pa pik. Me një efikasitet të dobët nga loja 0-3. 0-2 për 2 pik, 0-1 nga distanca, por nga vija gjuajtjeve të lira është 2-2. Sa një pressing aty në Polutak. Palokaj sen topin i vetëm në këtë tentim ballor për 3. Wilson nuk është i sakt. Morsell. Crossover, ferm lart pra Nesbit. Kemi faulin. 26 sekonda e gjysmë deri në fund të çerekut e parë. Vazhdon e përsia e yllit momentalisht me 6 pik. Po harruar që e përsia maksimali shkojnë në 12 në një moment. Në 11 me serin më të suksesshme në fakt. Prej 12-0. Vazhdon Morsell të shënon të paktën nga vija e gjuajtjeve të lira, pasi ka efikasitet të ullët nga loja deri më tani në këtë çerek të parë, thash 0-3. Shohim Palokaj. Do të merr kohën
Gjuajtja për 3, i sakt. Jan Palokaj. Por më shumë ishin pikët e tij të para. Shojmë, duke to pikët në fund nuk janë pranuar. Yllët pra këtë qërek i parë në fund me 7 pike përsi për Yllin. Duke për një rikapitulim të këtij 10 minutësh të parë, çfarë pam. Ndeshja e cila nisi me rezultate barabartë që secila skuadër shfrytëzonin aksionet e fillimit atyre minutave të parë. Deri tek barazimi fundit 7-7, më pas do ta shikojmë pra pikërisht këtë, qytetarët kërkojnë ta shikojnë këtë tentimin e fundit që erdhi në sekondën e fundit. Qartë fajndoj Regjin Express. Një replay i papar në shpejtësi. Pra isha duke thënë që ato 2-3 minutat e para, rezultati shkonte i baraspeshuar deri tek më pas seria e suksesshme e skuadrës së Yllit. Një seri, siç thash më herët, prej 12-0, kur ishte rezultati 10-11 për Peën. Ylli arrin të shkojnë në 22-11, pra seri 12-0 duke krijuar edhe përsi 2 shifruar për 11 pikëve që mbetet e përsia më e lartë deri më tani. Shojmë aksion i parë, nuk shfrytëzohet nga Ylli në këtë qerek të dytë. Diskutim aty i vjen për gjyqtarëve me Polutak. Hot. Në këtë tem aty, airball. Megjithatë kanë i kuperuar musafirët. Edhe gjuajtja e radhës të pa pikë nga Morsell, përndryshe Ylli këtë qerek e nisin me Palokajn, Wilson, Nesbit, Çalakun dhe Polutak. Në anë tjetër Da Silva, Morsell, Hot, Berisha, Ikpe. Polutak. Jo, është faul në sulm në fakt. Dhe me njerë do të intervenoj trajneri Yllit me ndrimin. Kthehet Lis Shoshi. Largohet Imran Polutak, i cili për diku mbi 3 minuta që qëndroi në parket, shënoi 1 pikë nga via gjuajtjeve të lira nga 2 tentimet, është 0-1 nga loja. Derisa në parket kthehet momentalisht realizatori më i mirë i Yllit me 9 pikë, Lis Shoshi, do të fshirë edhe 4 rebound apo përkthime. Tarin, ta rikuperojnë topin në sulm aty Pea. Vijnë pikët e radhës. Kushtojnë në 5 vetëm disavantazhin. Pikët e para në këtë qerek pra shënohen nga Pea. Nesbit insiston. Mirë po mbrojtje mire Pejanve. Hot. Dalje shpejtu. Berisha për 3, kësaj here i sakte, menjer, vjen time-outi, seri prej 5-0 në këtë 1 minutë e 20 sekonda nga fillimi i qereku të dytë.
protest nga banka e Yllit dhe gjyqtarët që toleruan herën e parë, por vazhdonte më pas trajneri i Yllit deri tek ndryshimi me këtë teknike. Që në njerë momentet dhe këto pikët e PS në këtë fillim të qerekut të dytë. Ishte hot me 2 pikëshne dhe pastaj Berisha me 3-shën. Që ishte në pikët e ti të para sonte në tentimin e ti të tretë jashtë perimetrit. Ishte shënimi parë për Dardan Berishën. Se do tjetë tani në vinë gjuajtjeve të lira. Trajneri Yllit që ka ankesa pasi pretendimin ti dhe asistentëve ti të bankës Yllit ishte që ishin ishte pretendim për në 2 situata për faul. Palokaj është blokuar në tentimin e parë. Por përmirëson Nesbit. Pika 10 Nesbit. Berisha. Të mbrojtje. Gjuan disi në fund Dardan Berisha, por ishte mbrojtje mire vendasve që detyrojnë në pejen të shkojnë deri në fund të kohës para parë për aksionin e tyre. Në anën tjetër Palokaj në këtë duel me Berishën gjuan për 3 nuk shënon, por është Arian Qallaku e pa besueshme. Ka rekuperuar topin me rebound në sulm, por pastaj me 2 tentime madje nuk arrin të çon nga afërsia. Në anën tjetër ndërshkohen Ylli me këtë dalje të shpejtë të pejanëve përmes Tulio da Silvas. 30-29 tani. Vetëm 1 pikë përsi për ekipin Vendas. Shkojmë Shoshi. Sa e radhe duket, lexohet. Synimi e dalje shpejt nga koshi në kosh. Tani me këtë 2 pikë të Morsel pas një kohë të gjatë, mund të themi skuadra e PS në e përsi, edhe pse minimale, megjithatë që nga ato minutat e para të ndeshjes. Tjetër aksion i shpërdoruar i Yllit. Morsel për 3, shkurtër. Me topin Palokaj. Qëtëson dhe njës një akcion nga Ralt Wilson. Wilson shpërterë në fund. Kërkoj edhe faulin cilin e mori, por nuk arriti të shënonte edhe pikët. Tek skuadra 5, por edhe Yllit kemi ndrim. Futur Gashi në vend të Nesbit, ndërsa ndrimi 2 fish tek pejanët. Kthehet Arti Hajdari dhe Tristanik Pe. Në fakt Grisjunas kërkojnë ndjes.
Dojmë Amin Hot. Hot. Shkon tere në fund, lëshon një floater si për Ilyes Shoshit që është i suksesshëm. E tani fauli aty. Pushohet Morsell, Towns kthehet në parket. Patën faulin Amin Hot. E ka bën Gashi tani, kapiteni Artin Gashi që nuk arrin ta kontrollon topin aty, i rrëshqet nga duart. Hot. Dari. Shkon tere në fund, por nuk ka pi për Ikpen. Topi do tjetë për Yllin. Ja, ku kemi kuadrimin për herë të parë, Armstead. Pushohet Arjan Qallaku. Palokaj. Ta pes Shoshi, Gashi. Akcioni bukur i Yllit. Kur ka kaluar gjysma e çereku të dytë, edhe diku 4 minuta gjysmë deri në fund të pjesës së parë. Tani e përsia e ngushtë, sa për njërën e për skuadrën tjetër, nga akcioni në akcion. Shojmë aty. Qfar? Kësaj mund të themi në një mënyrë, këthemi borgjit për atë akcionin e mëparshëm të Yllit nga Peja. Palokaj, nuk ka pik, Towns. Hot, Gjuan Treshë me njerë. Nuk ka shënim, Shoshi me rebound. Tel me Gashin. Pretardin Armstead dhe Wilson. Ka mjaft djerë në fund të këtij akcioni. Armstead i vetëm në cep, Treshja. Plus 2 tani. Ylli, 3 minuta gjysmë deri në fund të pjesës së parë. Është kjo pra ndeshja e tretë dhe vendimtare e kësaj faze të play-offit. Arti Hajdari ka me njerë kundër përgjigje në aksionin e radhës, po jashtë perimetrit. Wilson. Ka një bashkëveprim me të njërën për lojtarëve të Yllit, është Armstead aty. Nuk kalon pasimin për Gashin, megjithatë Arti Hajdari nuk arrin ta kontrollon topin dhe do bën jashtë për një rivënje për skuadrën e Yllit. Kemi një ndrim tek Peja. Pushohet Amin Hot, kthehet Berisha. Hot që e 7 pik. E me nisjen e lojës aty. Kemi edhe faulin. Berisha ndalet nga Artin Gashi. Ta njerë devërtimi i Dardan Berishës. Pikët tani për Pejën. Pepërsia për Pejën tani plus 3. Palokaj dhe Wilson. Gashi.
Palokaj, quajtja për 3, nuk ka shënim, Arti Hajdari. Dalin shpejt pejanët, i vetëm Towns nuk shënon. Është fauli në Artin Gashin. Do t'jenë 2 quajtje të lira. Tek Ylli do të kthehet. Momentalisht realizatori më i mirë zëvendëson të dytin më të mirin tek vendasit. Nesbit futet për Shoshin. Shoshi që përveç 9 pikve ka edhe 7 rebounda, po kërcime 5 në mbrojtje, 2 në sulm. Përfshirë një asistim, por një top të humbur. Derisa Gashi është i sakt nga vija gjuajtjeve të lira. Towns shkon deri në fund, çfarë depërtimi. Pikat e radhës, pika 9 personale. Është 4 për 6, Towns nga loja, 3 për 4 për 2 pik. Gashi arrin topi deri tek Armstead. Ka kohët Nesbit aty. Arrin ta kontrollon në fund topin dhe shënon atë pikën e 12 personale. Towns ikpe për 3, nuk ka shënim, por Grisiunas me rebound dhe faulin atë nga Gashi. Personalja pare ti. Por Grisiunas që saj radhe shënon në tentimin e parë që 0 për 3 deri në këtë moment nga kjo pozit. Njërën nga 2 gjuajtje të lira. 5 pikë të ti. Palokaj. Kemi futur në 60 sekundat e fundit të pjesës së parë. Intercepton atë pasim të kthyer aty Towns dhe normalisht nuk e pati problem. Më pas që i vetëm ditë aty për të shënuar. Kemi time-outin 27 sekonda e gjysmë deri në fund të qerekut të dytë të pjesës së parë. 4 pika përsi momentalisht për Pejen. Kujtojmë skuadra e Yllit u fut në këtë qerek, apo të themi mbyllit qerekun e parë në fund me 7 avantazh. Ndërsa tani e gjen veten në -4. Që ka bërë që skuadra e Pejes brenda këtij qereku të krijojë 11 pikë e përsi. Shojmë disa prej shënimeve të pejanëve. Me Towns që ka 9 pikë. Paruar edhe Amin Hot me 7 kontributin e ti nga banka. Pastaj pjesa tjetër e skuadrës si Arti Hajdari 6 pikë, 2 treshe nga po 2 tentime, pra 100%. Dhe Morsel 6 tek vendasit e 12, pra Nesbit vazhdo të ketë. Shoshi 9, 7 Wilson e kështu me radhë. Palokaj. Shkon aty. Me një floater Wilson dhe arrin të shënon. Në anën tjetër Town për pak të topin, por Grisiunas se ka rikuperuar me gjithat.
faulin në sulm. Personalja e dytë e tij. Kujtojmë tek vendasit për fare pak minuta që u paraqit, Paul Utak shkaktoi 3 personale dhe për këtë edhe u zëvendësoi pas vetëm 3 minutave gjysmë që kalojnë në parket. Që do të shkojnë deri në fund të kohës këtu. Ylli, tentimi, nuk ka pik, marrin topin në Peja. Ka kohë Gjuan Arti Hajdari, por airball mbyllet pjesa e parë në fund me 2 pik e përsipër Pejën. 43-45. Kujtojmë njerë, skuadra e Yllit u fut në këtë qerek pas asaj e përsis nga 10 minutë që i parë prej 7 pikve, edhe pse e përsia atyre maksimale, kujtojmë, shkoj në 11 pas asaj seris prej 12-0 tek rezultati 10-11 deri tek 22-11. Me gjithat, qereku i dytë që i takon pejanve me 9 pik avantazh në fund, 24-15 dhe nga minut 7 që nisën qerekun e dytë e mbyllin me +2. Do të marrim një pushim të zakonshëm prej 15 minuta për të kthyer me pjesën e dytë të kësaj ndeshje, e cila është e fundit dhe vendimtare e kësaj faze të play-offit, ku fituesi krijon atë epërsim prej 2-1 në seri dhe kalon në gjysmë finale apo Final Four. Kthehemi pas pushimit.